Tu ngjatjeta uroj të jeni mirë. Të dashur miq, rikthehemi në takimin e sotëm për të diskutuar zhvillime të jashtëzakonshme të cilat në një mënyrë apo në një tjetër sjellin lajme të mëdha, sjellin lajme të kopshme, sjellin në një farë mënyrë projeksionin e një zhvillimi të madh që pritet dhe një stuhie të madhe që pritet ta godas Shqipërinë. Luftar hysa është shpallur nga lista e Departamentit Amerikan të Thesarit, është bërë person i cili bashkë me antarët e familjes së tij hyn në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Thesarit, një personazh i cili ka ardhur dhe ka takuar Edi Ramën në Shqipëri. Për çfarë e ka takuar? Pas me Gonigalit vjen ai, një krim i kopshëm, ka tronditur Tiranën, ka tronditur kalimtarët e vendit më të sigurt në Tiranë, të rinasit, të aeroportit ku kalon secili prej jush në mes të ditës apo në mes të natës dhe që presupozohet të jetë një nga vendet më të sigurta në Shqipëri. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Përse një agent i AMP-s, autoritetit mbikëqyrjes policisë, gjendet në të njëjtën makinë me Gilman Dodanin, tashmë të vrarë, i akuzuar më parë për lidhje me bandën e Shullazit apo për lidhje me kartelet e drogës, por më parë i dënuar, tashmë vjen nga Spanja dhe goditet me njëherë sapo zbret nga aeroporti i Rinasit. Çfarë fshihet? Cilat janë këto misteret që lidhen me këto vrasje, të cilat vinë në të njëjtin moment në të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës godasin Sinaolën, godasin kartelin më të famshëm dhe më të rrezikshëm të Meksikës, kartelet e drogës me cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Luftës, ish i mbrojtjes tashmë i luftës, dhe Donald Trump po shpallin luftë karteleve të drogës dhe të kokainës, të cilët po godasin sigurinë kombëtare të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Gerald Ford ka shkuar për të rrethuar Venezuelën dhe jemi orë para sulmit atje apo para presionit të madh ndaj Maduros. Maduro në Venezuela, Samuela, kartelet e drogës meksikane dhe vrasjet në Shqipëri, në listë të zezë persona që takojnë Ramën, zhvillime të jashtëzakonshme në Shqipëri. Me mua sonte është ish ministri i mbrojtjes, miku im nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, doktor Dritan Demiraj, i cili ka qenë gjithashtu edhe një njeri pranë njerëzve të krimit në kuptimin e luftëtarit të tyre, luftuesit të tyre, ka qenë ish ministër i brendshëm i Shqipërisë dhe do të ishte me shumë interes që koloneli Demiraj na sjell opinionin apo këndvështrimin e tij lidhur me të gjitha këto goditje të rrufeshme të krimit. A lidhen këto vrasje në mes të Tiranës me krimin, me kartelet e kokainës në Amerikën Latine? A lidhen me goditjen dhe futjen në listë të zezë amerikane të shtetasit luftar hysa me të gjithë familjen e tij? Si lidhen këta me Ramën përveç me Gonigalit? Kolonel, mirë se erdhët. Është kënaqësi gjithmonë bashkëbisedimi me ju dhe me ndjekësit tanë të mrekullueshëm. Kolonel, keni shkruar një shkrim dhe gjej rastin t'i ftoj gjithë miqtë e kanalit të nderuar, mira miqtë që janë. Ju mund ta gjeni kolonelin Demiraj në rrjetet sociale, në Facebook, në faqen Dritan Demiraj. Ka një foto kur ai gjendet në ministri, në zyrën e tij, dhe ka dhe emrin e tij dhe emailin aty afër, pra për ta dalluar nëse ka ndonjë faqe tjetër. Kolonel, pash një shkrim tuaj sot, në të cilin keni lëshuar mesazhe bomb, keni lëshuar mesazhe të fuqishme në drejtim të karteleve të cilat po goditen nga SBA-ja, lidhja e këtyre karteleve me Tiranën, lidhja e tyre me Edi Ramën, ftesa që bëni për të bashkuar opozitën dhe ftesa që lëshoni për të patur një vëmendje të jashtëzakonshme në Shqipëri, sepse ju prisni që në 2026 të ketë zhvillime dramatike në rrafshin gjeopolitik. Në Tiranë gjithashtu po luhen lojra të mëdha, kolonel. Qëndroni me ne të nderuar miq, se sonte do të zhbirilojmë dhe do të shkodojmë shumë prej lojrave të mëdha. Shtypi i Ramës flet që ka një prishje mes Ramës dhe Erdoganin,
arsyeja janë izraelitët, çfarë po luhet, a është një skem e Ramës apo vërtetësisht po prishet me Turqinë për arsyet Izraelit, do t'i dekodojmë të gjitha këto. Shkrimi juaj, kolonel, ka disa mesazhe të cilat unë nuk mund t'i lija pa i kaluar. Ti marrim një nga një, kolonel. Keni dhënë 4 alarme të mëdha. 1. Kartelet dhe vrasjet në Tiranë, dhe ju keni qenë ministër i brendshëm. Çfarë po ndodh, ti themi shqiptarëve? Çdo një agent i AMP-s, Agjencia Mbikëqyrjes Policisë, në një makinë me personin, si vritet një person mes ditës nga aq afër, vjen nga Spanja, njoftohet, keni lëshuar apel për të bërë kujdes të madh se do të ndryshojnë ekuilibrat gjeopolitik në 2026, dhe keni bërë dhe një apel tjetër për diasporën e Amerikës, që është shumë e rëndësishme. Shpesh establishmenti anti-shqiptar i Tiranës ka synuar të demaskojë dhe të shpërfytyroj imazhin e diasporës së Amerikës me skema të pista. Ju, koloneli, bëni thirrje diasporës Amerikës që të mobilizohet dhe të ruaj Shqipërinë, sepse do të kemi lëvizje dramatike. Bëni thirrje për bashkim të opozitës, do t'i marrim gjitha bashk. Cila është ka opozitë që do bashkohet, kolonel? Kush do bashkohet me kë? Kush duhet bashkohet? Ju bëni një apel si njeri njohës i gjeopolitikës, si një ushtarak dhe njeri i njohës i krimit, i lidhjeve ndërkombëtare, të kokainës, të karteleve të kokainës dhe me rrjetet e Tiranës tu brenda, ti marrim një nga një. Ç'po ndodh në Tiranë, kolonel, në terma të përgjithshëm? Ç'është kjo vrasje që ndodh atje dhe të zbresim të gjitha, ti marrim një nga një? Atëherë, ju e keni fjalën për vrasjen e Rinasit. Po, vrasja e Rinasit, Gilmando Dani, i cili ekzekutohet me disa pluma, dhe është një tjetër personazh i cili është në gjendje të rëndë kritike për jetën tek Spitali i Traumës në Tiranë. Në pamje të parë, se çdo njeri mund të thojë që vrasje ndodhin në gjithë botën, dhe sigurisht që vrasje ndodhin në gjithë botën. Por ajo që është dramatike dhe alarmante në rastin e Shqipërisë është sepse në të gjitha rastet kur ndodhin këto vrasje mafioze, janë vrasje të cilat së pari kanë lidhje me qeverinë, së dyti janë krejtësisht të lidhura dhe bashkëpunojnë me policinë e shtetit, prokurorinë dhe gjyqësorin, dhe së treti janë të infiltruara në të gjithë institucionet e shtetit. Dhe së katërti dhe së fundi, policia është e paaftë për pikërisht për këto arsye të godasi me efikasitet këto grupe kriminale. Në rastin konkret, kaq e madhe është paaftësia e policisë shtetit, saqë ky është një grup i cili përbëhet nga një grup 56 persona vrasësh, të cilët prej vitesh veprojnë ose janë në dispozicion për ekzekutimin e operacioneve vrasëse, të ekzekutimit të personave në interes të disa grupeve kriminale. Sigurisht që në këtë rast është i njoftur fakti që grupet kriminale nuk kanë limit për sa i përket mbështetjes financiare për këto persona. Por ajo që është problematike është spari paaftësia e policisë shtetit për t'i identifikuar, dhe së dyti implikimi i plot i një pjesë të policisë shtetit, gjë cilën e kemi thënë ndër vite, gjë e cila pavarësisht faktit që janë përpjekur personalisht, duke qenë edhe një nga pjesëtarët e policisë shtetit, edhe si ishte punonjës i policisë shtetit deri në nivelet e ministrit brendshëm, por është e vërtet që pikërisht ky implikim dhe ky bashkëpunim e bën policinë e shtetit pis. Është e paspjegueshme që në rreth rrotullimin e Rinasit, në një vend, në vendin që konsiderohet nga vendet më të siguruara, më të mbrojtura, me të gjitha llojet e aseteve të rendit publik, edhe të institucioneve ose të agjensive të ligjzbatimit, jo vetëm policia, por aty ka edhe të shërbimit informativ kombëtar, ka edhe polici private, ka edhe policira tjera aeroportuale, të cilat duhet të sigurojnë rendin publik nga njëra. Nga ana tjetër, ajo që është shumë e rëndësishme për të analizuar është aftësia e këtyre personave për të marrë informacion, që nga momenti kur personat imbarkohen në avion, pra kanë lidhje të drejtë për drejtë me policinë e shtetit, pasi personat
të cilët do të udhtojnë nga një drejtim X në drejtim të Tiranës, raportohet lista e pasagjerëve, kjo listë pasagjerës pastaj raportohet lidhjet që kanë pas grupi kriminal me oficerët e policisë të cilët bëjnë kontrollin e pasaportave, duke raportuar në kohë reale pozicionin ose vendodhjen e personave që do t'i bëhet atentat, në të njëjtën kohë edhe vëzhgimi dhe informacionet në lidhje me daljen e tyre nga aeroporti i Rinasit dhe pastaj paaftësia për të reaguar. Të gjitha këto janë fakte të cilat e implikojnë policinë e shtetit. Por në shtesë të gjitha tyre është edhe bodyguardi i këtij kriminali dhe kemi thënë gjithmonë që të gjithë nivelet e policisë shtetit janë të lidhura me rrjetet kriminale. Jo vetëm nivelet e ulta, po deri tek nivelet më të larta, ku edhe drejtuesit e policisë janë bërë pjesë e spastrimeve ose e lojrave të pista politike, për shkak se sa herë që ka nevojë zgjedhje, përsëri në drejtimin e policisë, monitorimin e policisë, mbrojtjen e policisë, të gjithë këto element kriminal janë në dispozicion të Partisë Socialiste për të ofruar sa më shumë vota, si në rastin e zgjedhjeve të fundit. Kolonel, sigurisht unë i bashkohem me opinionit tuaj kur thoni se në çdo vend të botës ka vrasje, pa diskutim që mund të ndodhin vrasje, por këto vrasje dhe këto lidhje dhe këto kulisa të tmerrshme për cilat ju flisni më tregojnë dhe më bëjnë të kuptoj që antarët e bandave kriminale, këta njerëz të cilët vrasin në mes të ditës pa ju dridhur qerpiku dhe pa i kap kërkush dhe të shkojnë në drejtim të fushkryes, kryeqyteti i krimit, i vrasjes dhe i gjakut, atje ku është dhe Varreza, ku digjen të gjitha provat e krimeve në Shqipëri. Ajo që mua më bën të besoj që jemi në një situatë më të komplikuar, kolonel, është fakti që këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me kartele të cilat kontrollojnë rrjete droge, rrjete trafiqesh, apo kontrollojnë para. Mua më duket se këto rrjete dhe këto kartele janë në dispozicion edhe të skemave të mëdha gjeopolitike. A gjeni ju një lidhje të ndikimit të këtyre karteleve në ruajtjen apo prishjen e ekuilibrave gjeopolitik për llogari të agjendave caktuara më të mëdha për arsye të këtij pozicionimi politik të cilin ju e shpjeguat? Pa diskutim. Në rast se keni fjalën për rastin konkret, shpadhjen non gratat të gjithë familjes të shtetasit shqiptaro-meksikan luftar Hysa, absolutisht nuk duhet parë si një rast i veçuar. Si një rast i veçuar, i rastësishëm i goditjes si shpadhjes tij nga Departamenti i Thesarit Amerikan, i lidhjes së tij me kryeministin Rama, dhe në rast se i rikthehemi, nga një anë Rama deklaron tjetër gjë për arsyet e njohjes me luftarin, nga ana tjetër në intervistën gjatë intervistës së luftar Hyset me Blendi Fevziun, deklaronte që ai e kishte kërkuar kryeministin për t'i ofruar, domethënë, publikimin e një libri për turizmin shqiptar dhe jo vetëm. Pikërisht të dy këto deklarata, të cilat janë të kundërta nga njëra tjetrën, tregojnë vërtet gënjeshtat e Ramës, i cili njihet që nga 2013, madje konsiderohet si babagjyshi i gënjeshtës shqiptare, Palloshi Rama, siç e quajnë vetë konkubinat siç e quajnë konkubinat e rilinjes. Ato nuk janë politikane, ato janë gjitha të zgjedhura atje në bazë të shërbimeve që kanë ofruar për gjatë viteve. Ne kemi analizuar me modesti këtë çështje, por pa u fut në thellësi. Pra, ky nuk është një rast i veçantë. Duhet parë në kontekstin e gjeopolitikës. Për arsye sepse nga një anë kemi luftën totale të administratës Trump nëpërmjet përdorimit edhe Departamentit Luftës, edhe Departamentit Mbrojtjes, por të krijimit një koalicioni mbështetje sa më të madhe ndërkombëtare për goditjen e karteleve në Meksik, duke kërcënuar drejt për drejt presidentën e Meksikës, në rast se nuk reagon
do të fusë trupat amerikane, dhe nga ana tjetër e kemi parë në Venezuelë dhe në Kolumbi. Presidentis cilës, pavarësisht faktit që ka qenë një vend shumë alat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kohë e fundit është çmondur krejtësisht, duke dalë komplet kundra linjës, duke dalë edhe kundra kësaj lufte globale. E thënë shkurtimisht, takimet e Ramës, lidhjet e Ramës jo vetëm të këtij individi, por edhe të çështjeve tjera që janë në netim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë pjesë e puzzle-it të cilët tregojnë që në 2026 do të kemi zhvendosje të mëdha tektonike, goditje të mëdha, zhvendosje të ekuilibrave gjeopolitik, ku edhe Shqipëria nuk mund të qëndrojë jashtë kësaj, për shkak se edhe pse një vend i vogël, individ të qeverisë shqiptare, të administratës aktuale të kryeministit Rama, janë të përfshirë në shumë raste disa ish-ministrat brendshëm, njëri nga cilët i dënuar si trafikant, por edhe të tjerë të vërtetuar tashmë, si me lidhje me persona të rrjetet kriminale. Kolonel, ju keni qenë ministri i brendshëm, i njihni skutat e sigurisë. T'ja bëjmë qartë shqiptarëve të cilët na ndjekin dhe nuk i kanë të qarta disa gjëra. Vjen një personazh, qoftë ky Semaola, Samuela, Cinderella, Fartafella, çfarë do që të vi. Mund të jetë i lidhur me organizata kriminale, të drogës, të kokainës, me organizata terroriste ndërkombëtare, me grupime terroriste. Kolonel, a ka mundësi t'ja bëjmë të qartë shqiptarëve si mundet dikush të vi dhe të kërkoj takim me kryeministrin? Kryeministri a pyet diku kush është ky përpara se takohet, ka detyrë të pyesi, apo kryeministri takon me kudo që i bi ziles edhe i bi derës edhe thot, ora me du me takuj çik se më ka marrë malli për ty se ti je vizionar i madh. T'ja bëjmë me dije këtë shqiptarëve se kjo zbulon shumë gjëra. Çdon ky person i lidhur me kartelet e kokainës në Meksik dhe merr goditje pikërisht tani nga Departamenti Amerikan i Thesarit, nga një rufe në qiell të hapur. Si mund të takohet kryeministri? A merr raport nga Shiku? A merr raport nga Ministria e Brendshme? A duhet të pyes ministrin e Brendshëm apo shefin e Shikut, kush është ky që do vit të takoj? A merr informacione paraprake apo çdo kush që nesër ta dinë dhe qytetarët, kush do me taku Ramën, ti bi derës dhe thot du me taku se kam ca ide të mira. Si funksionon, kolonel? Absolutisht ka një procedurë, ka një protokoll, gjithmonë protokoll i cili për gjithë personat, individet cilët duhet të takojnë përfaqësuesit e lartë qeverisë, qofshin këto ministra, kryetari i parlamentit, presidenti, apo kryeministri, në mënyrë të veçantë kryeministri që është personi më i rëndësishëm. Edhe shefi i opozitës ka. Në strukturën e, po edhe shefi i opozitës, pa diskutim. Edhe shefi i opozitës, edhe disa institucione tjera që janë, siç është kontrolli i lartë i shtetit, shërbimi informativ, avokati i popullit dhe disa tjerë. Janë veprosimas procedurave, personat dorëzojnë kërkesën, dorëzojnë arsyet për takim, mbi bazën e këtyre verifikohet e ardhmja e personit, por kjo nuk ekziston në rastin e Edi Ramës, pasi prej vitesh, pavarësisht faktit që nuk ju pëlqen një pjesë të madhe të dëgjuesve, është fakt që edhe unë, edhe ti, edhe tjetri, por në mënyrë të veçantë, opozita i ka demaskuar në të gjitha rastet lidhjet e qeverisë Rama për gjatë 13 viteve, me emra, me mbiemra, me aktivitete kriminale, me dëmet cilat janë shkaktuar vendit tonë, me lidhjet e tyre në Ballkan, në Europë, në kontinentin e Azisë dhe deri në Amerikën Latine dhe Amerikën e Veriut. Dhe në këtë këndvështrim, ardhja e luftarhysës ka qenë një takim i planifikuar me qëllim ofrimin e pastrimit parave në Shqipëri nëpërmjet aktiviteteve, bizneseve, siç tashmë prej 13 vitesh pastrohen para në miliarda dollar, të gjitha të vërtetuara, jo vetëm në ndërtimet e Tiranës, por fillon nga cepi i të gjitha hotelet, 95% e hoteleve, nga Saranda deri në Vlorë,
janë të gjitha objekt i korrupsionit shtetëror, janë objekt i pastrimeve që kanë ardhur si rezultat i pastrimit parave, i trafikut drogës dhe i korrupsionit galopant të tenderëve të pistë, ose të përfshirë nga ministra, ose kryetar bashkie, ose nga personat lidhur drejt për drejt nga qeveria Rama. Dhe justifikimi që këto hajnë rush edhe hajnë kumblla absolutisht është i papranueshëm, përgjegjësi kryesor është Rama, sepse është ai që i ka siguruar mbështetje, ju krijon kushtet, ndryshon ligjet, ndryshon udhëzimet dhe ju krijon mundësi për t'i bërë këto pastrime parash, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në bashkëpunim me një pjesë të madhe të atyre liderëve europian. Kolonel, është folur në shtyp që personi ekzekutuar në Rinës ka qenë lidhje me bandën e Emiliano Shullazit, ka qenë krau i tij i djathtë si një ish ministër i brendshëm, duke parë mënyrën dhe skemën mafioze të atentatit ndaj Gilmando Danit, duke patur edhe lidhjet e tij parasysh të shkuara me bandën e Shullazit, e cila njihet që ka qenë pranë qeverisë gjithmonë, apo duke patur lidhje me rrjetet të tjera të kokainës, qoftë në Europë, qoftë në Amerikën Latine. A gjeni ndonjë lidhje ndërmjet ekzekutimit në këtë kohë të Gilmando Danit dhe ndërmjet shpalljes në këtë moment për luftar Hysën si një pastrues i parave të kartelit meksikan? Gjeni ndonjë lidhje? Për momentin, kjo është çështjen e tim, por ajo që mund të them është se kjo vrasje është në vazhdën e hakmarrjeve. Pikërisht ky person i cili u ekzekutua është pjesë e këtij grupi që sapo thatë ju, i cili në të gjitha rastet e zgjedhjeve kanë mbështetur haptazi Partinë Socialiste. Dhe kjo vërtetohet në të gjitha rastet që janë bërë denoncimet nga opozita, në të gjitha rastet e kemi pas këtë individ dhe grupin e tij, pjesëtarët, bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, i kemi pas në mbështetje të kandidatëve. Përfshi këtu dhe Blendi Gonxhën, që është antar i qeverisë. Së pari, së dyti, edhe mund të ketë lidhje, por për momentin nuk mund të themi, ngelet një çështje në hetim, pending, por ajo që nuk është e rastësishme është shpadja non grata e këtij individi. Pikërisht mas shpadhës non grata do fillojnë hetimet. Kemi një numër të caktuar, pavarësisht se unë qëndroj larg këtyre analizave, larg përmendjes së institucioneve amerikane për shkak se nuk përfaqësoj asnjë prej tyre, por kemi një numër shumë të madh hetuesish amerikan aktualisht në Tiranë, të cilët po merren me hetimin e një pjesë të madhe të këtyre çështjeve, përfshirë këtu edhe përfshirjen e akteve, përfshirjen e investimeve të familjarëve dhe të lidhjeve të tij të personit luftar Hysa. Kështu që në javët në vazhdim do të kemi zhvillime të cilat do na japin më shumë një panoramë më të qartë të këtyre aktiviteteve. Kolonel, keni shkruar dhe keni thënë, sot mafia shqiptare kontrollon një pjesë të madhe të trafikut të drogës në Europë dhe ka treguar se nuk ka kufizime në përdorimin ekstrem të dhunës. Prej 5 vitesh ajo ka zgjeruar rrjetin e saj të ndikimit deri në Amerikën Latine, shkruan kolonel Demiraj në faqen e tij në Facebook. E gjithë kjo skem, thoni ju, e drejt për drejt, është e lidhur drejt për drejt me nivelet më të larta politike në Shqipëri. Ndërkohë, nuk mund të kishte cirk, mashtrim dhe talli më të madhe për popullin shqiptar kur BE-ja, Brukseli dhe ursulat e saj tallen me shqiptarët duke paraqitur Shqipërinë si një shembull reformash dhe stabiliteti, ndërkohë që raportet e përvitshme të dashit Departamentit Amerikan të Shtetit tregojnë se grupet kriminale të udhëhequra nga shqiptar europian operojnë jo vetëm në Ballkan, por edhe në BE, SBA, Kanada, lidhjen e mesme dhe në Turqi. Shqetësimi është lidhjet mes krimit organizuar dhe institucioneve të larta shtetërore, përfshirë gjykatës, prokuror, polic, gazetar dhe aktivist. Kolonel, më qartë se kaq nuk ka. Amerika thot duhet godasim Sinaloan dhe kartelet e kokainës. Europa Me lidhje në Tiranë. Me lidhje në Tiranë. Dhe Europa thot me von der Leyenin nuk kemi qenë kurrë më të mahnitur se sa kaq
për reformat dhe arritjet të mëdha të kësaj qeverie. Kolonel, apo luajnë me një të prek me Amerikanë dhe Europianët me këtë popull shkret, apo ka ndonjë përplasje gjeopolitike ndërmjet linjës amerikane e cila po godet fort nëpërmjet dhënies së sinjaleve të forta, goditjet dhe prerjet e lidhjeve të krimit dhe të kokainës dhe duke shpallosur hapur lidhjet e tyre me qeverinë shqiptare, që është nga rasti me Gonigal e deri tani. A kemi ndonjë përplasje ndërmjet KS dhe Amerikës në Ballkan, dhe si do të ndikojë kjo në të ardhmen gjeopolitike për cilën ju flisni i alarmuar, kolonel? Absolutisht që kemi një përplasje të madhe gjeopolitike, jo midis Amerikës dhe Ballkanit, por midis Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Dhe më qartë, më pastër dhe më me vizion se sa sekretari Rubio dje nuk mund të kishte, i cili deklaroi që absolutisht jemi kundër qasjes me dy standardet Bashkimit Evropian. Për sa i përket jo vetëm qasjes me Federatën Ruse, me arritjen e ampushimit, e me radhë, për shkak sepse një pjesë e Bashkimit Evropian drejtohet nga lolët të tipit Zelenski, të cilët nuk kanë bërë asgjë tjetër, përveç se kanë shkatruar kombin e tyre. Një pjesë e madhe të cilëve sot shikoj gjendjen e Bashkimit Evropian sot, nga ana ekonomike, ku ka qenë Bashkimi Evropian para 3 vjetëve, e ku është sot dhe ku po shkon. Nga njëra anë, pra kemi një krizë leadershipi të jashtëzakonshëm. Dhe pikërisht një person i korruptuar si puna Ursula von der Leyen, e cila akuzohet për miliardë dollar korrupsion, e cila akuzohet si mëma, si warmonger, e cila deklaron që Ukraina po fiton çdo ditë, e cila deklaron që nuk ka të vrarë, nuk ka shkatrime, po e mposhtim këtë, po mposhtim Kinën, po mposhtim Rusinë. Don tallje me të gjithë qytetarët. Dhe sa del dikush që ja bën të qartë këto të vërteta shqiptarëve apo shqiptarës, nxjerrim njerëz të cilëve u themi sulmojini këto dhe thuajini që janë anti-amerikan. Loj shumë e pisët kjo, kolonel. Është pjesë e agjendave ruso, kinezo, serbo-greke. Aha, që kontrollojnë të dyja narrativë. Mos u shqetëso për atë punë. Është pjesë e agjendave për mbytjen e çdo personi. Edhe unë kur them opozit dhe shoqëri civile, nuk nënkuptoj vetëm bazën e madhe të opozitës që është Partia Demokratike, po unë them opozit për të gjithë ata shqiptarë që s'kan bukë të hajnë, për të gjithë ata shqiptarë që i villen, tadhen, por dhunohen, ku një pjesë e familjarëve të tyre duhet të bëjnë akte të tupshme për të bërë pjesë e administratës, apo për gjithë një vend pune, ku duhet paguash para për të fut në shëndetësi, për të fut në arsim, për të fut në institucionet shtetërore, dhe pikërisht sot, kur Shqipëria nuk përfaqëson asgjë tjetër, vetëm një vend ku shumica e shqiptarëve po largohen për shkak të varfërisë, ku të gjithë ministrat për gjatë 4 qeverive kapen me $100 milion vjedhje, në një vend ku kilometri, ndërtimi për kilometër i një rruge, pavarësisht cilësisë që është 10 herë më dobët, është 3 herë, 4 herë në krahasim me Bashkimin Evropian, ku njerëzit nuk kanë arsim, ku ju mungon arsimi, ju mungon shëndetësia, ku njerëzve ju mungon siguria publike në mes të rinasit, ku njerëzit nuk ka askush kush t'i mbrojë, kush t'i sigurojë kushte ekonomike, sociale. Kush do t'i mbrojë, kolonel? Ursula von der Leyen vjen këtu tallet me një popull i cili ka vuajtur 46 vjet në regjimin më të egër diktatorial të globit. Të globit, jo të Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht është kjo këmban alarmi që unë them, i bëj thirrje edhe opozitës, të mos shpenzoj asnjë orë kohë me Bashkimin Evropian. Për sa kohë që një pjesë e madhe e drejtuesit të Bashkimit Evropian janë të korruptuar dhe janë pjesë e globalizmit, janë pjesë e këtyre rrjeteve të cilët vazhdojnë agjendën e depopullimit, vazhdojnë agenda dhe majta për pastrimin e popullsisë dhe jo vetëm, dhe duhet të intensifikojnë marrëveshjet, bashkëpunimin nga njëra anë opozita, faktori opozitar me të gjithë shtetasit që janë kundër regjimit dhe shoqëria civile e pabler
sepse një pjesë të madhe të shoqërisë civile, ju e dini, që dilnin në televizionet të prime time, sot i ke deputet Partisë Socialiste. Merren nga 10 mijëra dollar në vit nga Sorosi. Dhe me një bashkëpunim të sinqert me diasporën shqiptare amerikane dhe Bashkimin Evropian. Jo bashkëpunim me diasporën vetëm për të bërë fotografi i gazbardhi, me Jurita Tabakun, edhe për të dhënë leksione. Po bashkëpunim të sinqert. Ku opozita ofron një pjesë të pushtetit në tojza për përfaqësuesit e denj të diasporës. Jo vetëm për të rrit mundësit për ardhin pushtet, por edhe për të përmirësu ose për të legjitimuar veten më mirë, për të rrit besimin tek populli edhe për të mobilizuar gjithë faktorin për të larguar këtë klimë. Nuk largohet kjo klimë e zgjedhjet, sepse Shqipëri nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Atëherë, kolonel, ke vënë dorën në plag dhe ke ndërtuar, i ke dhënë të gjitha mesazhet nga SBA-ja, pikës pari në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shumë shkurt në mënyrë telegrafike. A ka një diasporë shqiptare që i qa halli për Shqipërinë, apo atje nuk do t'ja di kërkush për këtu, sepse establishmenti i lidhur me kartelet e Meksikës këtu po ndërton Amerikanë që flasin emër tuaj, flasin emër diasporës dhe emër të Amerikës. A ka atje ke ju ndonjë entitet vëllezërit tanë në Amerikë, Michigan, ku jeni, New York, Washington DC, në Pennsylvania, në Florida, në Jacksonville, ku ka shumë shqiptar? A ka një organizim që vërtet po bëhet gati të ndërtoj, të ngrej hallet e shqiptarëve në Washington përballë këtyre sfidave të mëdha gjeopolitike, kolonel, apo jeni zëra kështu secili vete që përpiqeni të zgjoni? Ka një shpresë atje, ka një frym atje që të vi këtu të rondisi Tiranën dhe ta kap opozitën prej zhelesh, edhe ta të rondisi thot, hey, qa po bëni se po zhduket Shqipëria? Atëherë, kemi dy anë të modaljes. Së pari, ti tregojmë shqiptarëve çfarë ka bërë Edi Rama me diasporën. Kë ka emëruar drejtues të diasporës shqiptare në Amerikë. Dhe së dyti, cila është gjendja e diasporës, çfarë duhet bëjë opozita që të rrisi rolin e diasporës dhe të bashkëpunimit saj me të, në raport me institucionet amerikane, dhe pastaj vazhdojmë edhe pjesën e fundit, cila është, si quhet në anglisht, the way ahead, rruga përpara. Spari, në mënyrë shumë tinxare, Rama ka ardhur dhe ka zgjedh në Amerikë. Pra ka zgjedh një përfaqësues të New Yorkut, i cili është Mark Gjonaj. Absolutisht nuk kam asnjë gjë me Mark Gjonaj si individ, por në të paktën 3 vitet, 4 vitet e fundit, një pjesë e madhe e grupimeve tona, Detroit Diaspora, por edhe shumë shoqata tjera dhe shoqata dhe konfederata tjera në Amerikë, si në Florida, në Chicago, në Boston, e kanë refuzuar për ta njoftur Mark Gjonajn si pjesëtar dhe kryetar të diasporës shqiptare. Për shkak se Mark Gjonaj si emëron ky këta? I emëron të gjithë ata që i emëron si njerëzit cilët mbështesin ose të cilët mbështesin narrativën e tij, i ju jep nga një kock, i financon dhe pastaj ju mbyll gojën, siç bën me të gjithë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian që vinë në selit diplomatike në Shqipëri. Në bazë të orekseve seksuale ju ofrohen beneficione. Po, për të gjithë ata miq, kemi një emision e kemi bërë me kolonelin si bëhen gati qerasjet për shijet seksuale, për shijet kulinare, për shijet e veshjeve dhe për shijet e llojeve të pushimeve, si i ndan sekti, si i studion dhe si shpërblehen me dhurata. E keni brenda dhe jashtë Shqipërisë. Brenda dhe jashtë Shqipërisë, po. Pra, diplomatët Shqipëri dhe antarët e Parlamentit Evropian. Se si funksionojnë ambasadat, personeli ambasadave në takimet, në identifikimin dhe rekrutimin thojzat tyre. Pra, Mark Gjonaj, i cili nuk ka asnjë lidhje, nuk e njeh realitetin në Shqipëri, nuk është shtetas shqiptar, mund ta ketë marrë pasaportën, por nuk është shtetas
shtetas që të rritë Shqipëri, që të njofi problematikat e Shqipërisë. Mark Gjona është zgjedh atje me disa të tjerë që Rama i knaq e ke pa me Paçe me Pilaf kur bën ato konferencat, dhe pikrisht në të gjitha aktivitetet që ka zhvillu me diasporën, asnjë individ dinjitos, me integritet, i shkolluar, me kontribut ndaj shtetit shqiptar, jo vetëm kombit shqiptar, po dhe me shtetit shqiptar, të mirë fillët, nuk është i ftuar. Dhe ambasada shqiptare, e cila drejtohet nga Ervin Bushati, nuk është asgjë tjetër, vetëm një mejhane e vogël, ku hat Paçe dhe Pilaf, ku ofrohen dhe ju hapet telefoni vetëm njerëzve që ju shërbejnë regjimit të Tiranës, i cili është sigurisht në shërbim të individëve siç është luftar hysa dhe pjesëtarëve të tjerë, por që shumë shpejt do të ketë ndryshime. Së dyti, jemi në një fazë që kemi bashkëpunuar me Partinë Demokratike, me Adriatik Lapajn, me të gjitha forcat politike, dhe në mënyrë të veçantë, ju, si kryetari i Partisë Adheu, jeni këtu përballë meje për ta vërtetuar, në rast se kjo është e vërtetë apo jo, një pjesë shumë e madhe e shqiptarëve, përfshi edhe mu, kemi qenë në bashkëpunim edhe me Partinë Adheu si pjesë e një koalicioni opozitar, të cilin ne shikojmë në të ardhmen të përbashkuar në një ombrell, në një leadership, së bashku me shoqërinë civile dhe diasporën, për të krijuar masën e dur ose narrativën e dur për të krijuar kushtet për largimin e këtij regjimi. Kolonel, më fal, nuk dua të ndërpres, nëse ke për të shtu, vazhdo shtoj. Jo, mbarova edhe një fjali. Okay. Aktualisht jemi në kontakt me Floridën, me 5 qytete shumë të mëdha në Florida, secili është duke organizuar grupazhet e vet, këtu me njerëzit më intelektual, si doktor, inxhinier, avokat, edhe me njerëz që kanë shërbyer në administratën shqiptare, në të kaluar, të cilët kanë ardhur, janë larguar spari padrejtisht nga puna, si në rastin tim, po që janë me mira të tjerë, për të krijuar një masë dhe për të ofruar opozitës një bashkëpunim të sinqert, të cilin e shpresojmë sot më shumë se asnjëherë tjetër, kur në fakt zgjedhjet e fundit janë këmban alarmi, të cilat tregojnë se regjimi Ramës tashmë e ka cimentuar qëndrimin në pushtet, dhe e vetmja mënyrë për të largu është një narrativ e re me njerëz të cilët do të krijojnë kushtet për largimin e kësaj qeverie. Të falenderoj. Ju keni hedhur disa bomba shumë të rëndësishme sot, dhe është shumë e rëndësishme që shqiptarët të dinë, sepse shqiptarët janë zhgënjur nga të gjithë, kolonel, dhe nuk habiten që ti zhgënjej edhe Kreshnik Osmani, për shembull. Thonë edhe ky kush e di se ç'loj bën, ose do na zhgënjej koloneli. Janë në të drejtën e tyre, se njerëzit sot nuk i besojnë më kërkujt, dhe unë nuk kam thënë mos ta besoni me sy mbyll, por keni kujdes, na kontrolloni se edhe ne mund të luajmë mendësh. Ju thatë disa gjëra të mëdha, po vinë ndryshime të mëdha. 2026 do të jetë tërmet. Njerëzit e karteleve të kokainës po marrin goditje nga SBA, BE-ja po i mbron, ky po ndërton narrativa të reja gjeopolitike në Shqipëri. Marco Rubio ju tha, unë jam krenar dhe kam krenari të madhe që kam bashkëpunu dhe vazhdoj të bashkëpunoj dhe të koordinoj në mënyrë të hapur dhe të padukshme me të gjithë atë pjesë të diasporës së Amerikës, pjesë të cilëve jeni dhe ju, që vazhdimisht keni patur objekt bisede, Lëvizjen Adheu, partitë e reja dhe të gjitha këto. Ju kam dhënë mendimet e mia pa diskutim për Lapajn dhe për të rinjtë e tjerë. Shabani doli, e la partin, ishte pjesë e sistemit, doli dhe do të kandidoj për avokat populli, ishte produkti i sistemit. Për këtë unë jam krenar, sepse pjesa më e madhe e ndjekësve të këtij kanali herë janë nga Amerika. Pastaj vjen BE-ja, pastaj vjen Shqipëria. I kam statistikat aty. Kemi një komunikim shumë të mirë, kolonel. Është e rëndësishme t'i bëjmë me dije shqiptarëve. Opozita
është në atë gjendje që është. Berisha po e thërrasin, në pak do shkoj tani për 11 janarin, mediat këtu po bëjnë gjithë se cila skenarin e vetë, nuk do t'i hysë na duen 3 emisione, do t'i shojmë radhës. Ju e dhatë mesazhin më të qartë se kaq nuk e bën nëna, që opozita s'është gazbardhi me Jurida Tabakun. Ju e dhatë mesazhin. Hapni lojën, bashkoni popullin, ngrihet revolucion për ndryshe. Nuk ka opozit. Kolonel, është bërë një mbledhje brenda PD-s, unë kam informacione nga brenda, para pak ditësh, ku është diskutuar nisja e revoltës me datë qa i bie 14, 15, 16, 17, nëntor ditë në hënë. Do dali në shesh, Flamur Noka e ka njoftuar dhe ka patur debate brenda PD-s, kolonel, a të bëjmë apo të mos bëjmë protesta, sepse një pjesë thot, si do bëjmë protesta me datë 17 dhe me datë 18 do të çojmë Byllykbashin të merret vesh me Ramën për reformën territoriale dhe për reformën zgjedhore. Dhe një grup thot, nuk na vje populli. Albana Vokshi, Gen Strazimiri i ka thënë, nuk na vjen njerëzit, si do bëjmë protestë. Një pjesë tjetër ka dalë kolonel dhe i ka thënë, po nuk dolëm protesta masive kundër këtij karteli droge, opozita të shpalli vdekjen. Doktori ka thënë, ne jemi përballë një karteli, duhet ta bëjmë betejën afatgjat. 2029 të fitojmë çik më shumë, në 2033 të fillojmë pak më shumë. Ti bëjmë qartë shqiptarëve, kolonel, ti je i djathtë, unë e di që je i djathtë, ata do të thonë patronazhistët, shiko se ke qenë ministër i PD-s, mua nuk më intereson fare kjo, se unë e di integritetin tënd, dhe ti je për Shqipërinë dhe opozitën dhe nuk je ushtari i kërkujt. Kolonel, në këto kushte që është opozita, që është në kushte të në pikën më të ulët që ka qenë ndonjëherë, ju e bët qartë hapni lojën për të bashku diasporën, shqiptarët brenda Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, njerëzit me integritet të cilët mund të krijojnë kushtet që të bjerë ky regjim. Kolonela, bie ti dakord që Shqipëria ka nevojë urgjentisht për një revolt madhore, apo do të presim narrativën kur të bi vetë pushteti, se nuk e rrëzojmë dot këtë. Edi Ramës është i lidh me kartelet. Si e shikon ti, kolonel, ti ja themi shqiptarëve, si e shikon ti opozitën e bashkuar, çfarë do të bëj opozita? Se një pjesë thonë, nuk e duam më Saliu, nuk e duam më Gazbardhin, nuk e duam më këtë, nuk e duam, se njerëzit nuk janë budallë, kolonel. Si e shikon ti me frymën tënde nga Amerika, t'ja themi shqiptarëve hapur, si do ta bashkojmë këtë opozitë, kolonel? Dhe unë jam dakord që çdo grimc opozitare duhet rrëzoj kartelin, sepse unë besoj sikurse ju në 2026 në 14 dhe në qoftë se karteli nuk bie, ne të shkojmë drejt panjohurave. Urdhëro. Unë e refuzoj me përbuzje narrativën e Ramës, fajin e ka Saliu. Për shkak se pavarësisht largimit nga pushteti prej 13 vitesh të Partisë Demokratike, po të futesh shikosh edhe në mesazhet e kanalit tënd, kanalit tim dhe gjitha media tyre, një ushtri mafioze, antiligjore, patronazhistësh, krijojnë narrativat pa vërteta për shqiptarët. Dakord, kolonel, ne ishim aty, ka shumë njerëz që po bëjnë beteja dhe zoti Berisha futi në parlament 42 deputet të cilët si votohet shtëpia vet. Sepse i listat sigurta, si do t'i bëj ky zotnia protestat? Kush do t'i bëj? E do mendimin tim apo jo? Po tjetër, po do të dëgjoj. Unë nuk shoh asnjë gabim që nga njëra anë të organizohen protestat dhe nga ana tjetër ditën e nesërme Byllykbashi të ulet dhe diskutoj me majorancën. Pse? Sepse spari i do dhënë një mesazh i dur majorancës. Që ne jemi këtu dhe opozita ka misionin kombëtar para popullit, ka përgjegjësi përpara popullit shqiptar të luftoj deri në momentin e fundit për ta kundërshtuar këtë regjim. Por me forcën që ka aktualisht, e ka të pamundur. Dhe nuk e shoh
nuk e shoh të dur që të mos marri pjesë Byllykbashi në komisionet, sepse do bëjmë gabimet që bëri Lul Basha duke fal edhe reformën territoriale, reforme cila e ka godit opozitën, Partinë Demokratike dhe partitë e tjera opozitare në 3 zgjedhjet e fundit, bojkotimi i zgjedhjeve lokale, apo i zgjedhjeve përgjithshme, apo i këtyre komisioneve, i këtyre analizave, diskutimeve, për përmirësimin e kodit zgjedhor dhe çështje tjera, që janë interes drejt për drejt popullit shqiptar, duhet marrë pjesë opozita, por unë nuk jam dakord për atë që të thirret një protest, të mbahen 5 fjalime dhe pastaj njerëzit havexhi që kanë ardhur nga gjithë Shqipëria me shpresë të madhe të largohen pa një objektiv të qartë dhe të pastër. Dhe unë mendoj që pikërisht kjo është arsyeja, edhe si një mbështetës i gjatë gjithë jetës time i opozitës, i gjatë gjithë jetës time, nuk ka diskutim. Unë kur s'kam votu për të majtën, asnjëherë në jetën time. Gjithmonë kam votuar për djathtë dhe gjithë jetën do votoj për djathtë. Por që të krijosh një besim tek populli, do duhet që ti qëndrosh fjalës, pra të krijosh frymën, shpresën dhe të përfshish në këtë vorbull, në thojza, sa më shumë njerëz dhe pa diskutim që këtu ka vend për përmirësime, edhe për listën që thatë ju, edhe për individ të tjerë, edhe për përfaqësues nga opozita. Shikoje sa i zgjuar është Rama. I zgjuar për të keq. Mori 3 përfaqësues nga diaspora. 3 përfaqësues nga diaspora, i futin listat sigurta, i futin parlament. Nuk i thot dot askush pse nuk e përfshive diasporën. Kene një përfaqësues nga diaspora në parlament? S'ke asnjë. Edhe unë prandaj, me sinqeritetin më të madh, i kam bërë kërkesë, thirrje me gjithë bashkëpunëtorët e mi të Detroit diasporës, por edhe Panfederata Vatra, por edhe njerëz cilët janë pishtarë të demokracisë, siç janë Alfons Grishaj, siç janë edhe Kolesnoja e shumë të tjerë. Janë me 10 ramira demokrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thjesht nuk janë të përfshirë. Nuk janë të begenisur, i themi ne në Shkodër. Nuk janë të begenisur. As të përfaqësuar në parlament. Dakor. Pra ju i keni këshilluar, nuk keni gjetur vesh t'ju dëgjojnë, kolonel. Besoni Jo, që kemi gjetur. Jemi në bashkëpunim të plot, po na dëgjojnë, kanë premtuar që do intensifikohet dhe pranaj thash jemi në një fazë riorganizimi i cili mund të prodhoj diçka shumë të mirë në 2026. 2026 do të jetë një vit i nxehtë, kolonel, pas një diskutim. Ne kemi bërë edhe në analizat gjeopolitike që kemi folur, edhe unë kam përmendur herë pas herë që do të jetë një tërmet i madh. Në Tiranë, ditët e fundit, orët e fundit, kanë nisur një mesazh mediat e Edi Ramës që po nxirret Turqia nga Ballkani. Edi Rama është prishur me Erdoganin, shkoi me fol me Giorgia Melonin që Italia të zërë vendin e Turqisë që do krijohet vakant, sepse Rama vërtetësisht ka bërë një marrëveshje me kompani izraelite të armatimeve dhe ka nënshkruar kontrata. Kjo ka acaruar presidentin turk. Mendoni se është një narrativ që Rama e bën në këtë moment për të treguar distancim nga Erdogan dhe afrimitet me Izraelin si një komardare e mundshme në Washington, apo është një rol të cilin e ka ndarë me zotin Erdogan për të ndarë secili rolet në këtë moment? Absolutisht. Që në ditën e parë, keni plotësisht drejt. Absolutisht. Që në ditën e parë, kur kam parë mbështetjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan për kryeministrin Rama, kam thënë kjo është një aleancë e paimagjinueshme. Është një aleancë që s'ka lidhje fare. Në një anë kemi një Ram që është antimusliman, edhe kjo është vetëm për ata që s'kan trun kokë që nuk e din, është komplet bosh tjetër. Dhe nga ana tjetër që është antimusliman, kolonel, pse Erdogani po mbron muslimanët e ke fjalën? Jo. Pa diskutim, tash mos të futemi në këto çështje sepse
Më lërë unë do të bëj pyetjet e atyre që na shohin kolonel, se unë i kam qartë situatën. Sigurisht që Recep Tayyip Erdogan është një nga 3 liderët kryesor të botës muslimane, por që mbështetja e tij për sa i përket Kazës i ka marrë të gjitha qortimet edhe nga ana ime, edhe nga ana jote, kur ka qenë momenti. Së pari. Ne kemi këshilluar kolonel, unë ku është Erdogani, ku jam unë. Ne jemi njerëz që japim mendime, ata janë njerëz të mëdhenj, kupton? Apo bën skem Rama që është prish me Erdoganin dhe është pajtu me Izraelin, apo është një film për të shpëtu vetë në vetë nga 2026 që për i vjen rrotull. Absolutisht jo. Recep Tayyip Erdogani mas 13 vjetëve ka kuptuar që Rama e ka përdor në mënyrën më të pa imagjinoshme, më të pandershme të mundshme. Ju kujtohet spitali, ju kujtohet ndihma, ju kujtohet tërmeti, ju kujtohet mbështetja në NATO, mbështetja për forcat armatosura. Kemi marrë nga Turqia ndihmë dhe unë personalisht Turqinë e konsideroj si vendin e dytë relatin strategjik të Shqipërisë, sigurisht nuk ka diskutim i pari Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë 10 vende bosh, pastaj vjen i dyti. Nga një anë, nga ana tjetër, unë mendoj që kjo ka lidhje me ndryshimet gjeopolitike në rajon. Nga një anë, pavarësisht atyre gjërave që keni deklaruar ju në lidhje me Kiprin greke, në lidhje me Kiprin, ky skenar vazhdon të thellohet dhe më tej. Tashmë kemi hyrë një fazë që mund bëjmë një emision me detaje për këtë. Kemi hyrë një fazë ku të gjithë ishujt për gjatë detit Egje, Izraeli po vendos radar për identifikimin dhe për kontrollin e hapësirës ajrore të Turqisë në të gjithë rajonin e saj, por edhe sistemet mbrojtjes kundërore. Fillimisht i ka vendosur në Kiprin greke, por tashmë po vazhdon të militarizohen një pjesë e madhe e ishujve duke krijuar një barrierë ushtarake kundër Turqisë në rast të një konflikti të mundshëm. Flasim gjithmonë në pjesën perëndimore, për gjatë pjesës perëndimore, jo jugore. Sigurisht që Recep Tayyip Erdogani ndihet i tradhtuar, sepse ju e kuptoni këtë tezë, pra. Absolutisht. Rama nuk ka asnjë arsye për të mbështetur Izraeli për industrinë ushtarake. Së pari, ai personi i cili është personi që është pika lidhëse midis ministrit mbrojtjes Ramës dhe qeverisë izraelite, nuk ka asnjë qëllim për sigurinë kombëtare, për përmirësimin e infrastrukturës mbrojtjes së Shqipërisë. Keni fjalën për zotin Pirro Vëngu apo është jetës tjetër? Po, është vetëm për qëllimin e përdorimit të lobit hebre në Amerikë, ai pak për t'i ofruar një kamardare Ramës, e cila ka për të dështuar se nuk e han këtë as Marco Rubio, as në mënyrë të veçantë Donald Trump. Kolonel Pirro Vëngu dhe mbylla dhe fjalia fundit, nuk ka asnjë rol ndihmën që i ka dhënë Turqia përveç Shtetet Bashkuara të Amerikës në fushën e mbrojtjes dhe mundësitë dhe kapacitetet që ka Turqia për t'i dhënë edhe për sa i përket qasjes politike të blerës së armatimit, se një pjesë e madhe e sistemeve të armatimit kanë kufizime politike, ju e dini, për përdorimin e tyre, së dyti çmimi, së treti mënyra e operacionalitetit, mënyra e shpërndarjes, së katërti metodat për mbështetjen e këtyre sistemeve, sepse ti mund ta blesh një sistem, por të bllokosh momentin kur futesh një konflikt dhe nuk ke mundësi për ta mbështet me armatime, me sisteme. Turqia ka treguar vazhdimisht që është vendi edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën, edhe për Maqedoninë, edhe për Bosnjën. Pra duke konsideruar Shqipërinë si pjesë e pjesës saj të kontrollit saj. Kështu që unë mendoj që Recep Tayyip Erdogan e ka kuptuar me vonesë tradhtinë e Ramës dhe besoj që edhe këtu Rama ka për ta marrë një goditje. Pra ju besoni që nuk është duke bërë lojë Rama? Absolutisht jo. Sepse të gjitha mediat pranë Edi Ramës sot me titullin kolonel, se dihet që një zyri prodhon titujt, Rama bashkohet me Izraelin, tërbohet Erdogan, kupton?
Pra zyra që ka prodhu titujt është e qartë. Dhe zoti Pirro Vëngu, si njeri i Belinda Ballukut, e cila ka ardhur nga Greqia dhe ka afrimitet të madh me Athinën zyrtare, Athina zyrtare ka një afrimitet të jashtëzakonshëm me Izraelin këto kohët e fundit për arsye Turqisë jo e kuptoni, dhe mendoj që mos ndoshta Rama dhe grekët nëpërmjet të zotit Pirro Vëngu mund t'i kenë dhënë një skem të qartë Edi Ramës që të t'japim ndonjë komardare në shkëmbim që ta nxjerrësh Turqinë nga Ballkani. Unë besoj do të jetë shumë e vështirë, por loja është e hapur ende. Në 2026 do të kemi zhvillime të mëdha, kolonel. Mendoni se opozita do të reflektojë ndaj thirrjeve tuaja për hapje, për bashkim, për unifikim, për goditje ndaj kartelit dhe për bashkërendim të aksionit të saj me diasporën e Amerikës, për rrjedhoj edhe me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe me Shtëpinë e Bardhë, në mënyrë që të shpëtojmë Shqipërinë nga ky kartel që kontrollon sot? Pa diskutim që po. Spari, opozita duhet ndërtoj një boshtë komunikimi, e ka shumë të mirë me diasporën, po duhet ta përmirësoj disa herë më shumë. Së dyti, do të krijohet një qendër graviteti, thojza, e opozit diasporë me objektiv çështjen e sigurisë kombëtare, për shkak se Shqipëria rrezikon të humbas sovranitetin ndaj rrjedhëve të krimeve kriminale dhe boshteve antishqiptare, të cilat po financojnë jo vetëm mediat, po qeverinë dhe gjithë rrjetet e krimit organizuar. Duhet mos harrojmë të nderuar dëgjues, të nderuar ndjekës. Trafiqet e drogës, në të gjitha rastet, krimi organizuar, trafiqet e drogës, grupet terroriste dhe aksi i skeqes, të gjitha në momentet caktuar i kanë bashkuar forcat për të rrezikuar qofshin këto lëvizjet politike demokratike, po edhe qeverit demokratike. Dhe pikërisht është roli diasporës për sensibilizimin e institucioneve të sigurisë për rreziqet dhe kërcënimet që paraqet një qeveri e përfshin trafiqe. Dhe unë besoj që opozit, shoqëri civile, diasporë duhet krijon një boshtë, një politikë të përbashkët kundër narrativës së Ramës, në mënyrë që të krijon kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe kjo nuk mund të arrihet pa fillimin e një procesi të gjatë, jo 2 orësh, por të zgjatur dhe të sinqert me tubime, me këto format demokratike të cilat i kanë dorë opozita. Kolonel, të falenderoj nga zemra për kohën tënde të çmuar në emrin tim dhe të gjithë teleshikuesve. Shpresoj që të kem qenë në nivelin e pritshmërive të teleshikuesve. Unë përpiqem të jem zëri i tyre në momentin kur kam të ftuar dhe përpiqem që të debatoj me të ftuarin e mi, që të jenë gjërat sa më të qarta, që të jemi sa më transparent me popullin që i ka ardhur këtu dhe është duke shpërthy, është në pikën e fundit. Unë të falenderoj, kolonel, për kohën e çmuar, për mendimet tuaja dhe për gatishmërinë që t'jeni me ne sa herë që e kërkon momenti. Përshëndetjet më të sinqerta nga ana ime dhe në emër të teleshikuesve të gjithë angazhuarve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të diasporës, ju lutemi, mos e leni Shqipërinë vetëm dhe bëni ç'të jetë e mundur që 2026 të jetë kthimi, pika e kthimit të madh, sepse rrezikojmë shumë si kombë. Ju uroj shumë suksese në arritjen e qëllimeve tuaja dhe bekime përpjekjeve tuaja për të ngjizur aksin e madh opozitar si i vetmi aksion që mund të shëmbë kartelin. Atë nuk e bën dot askush veç e veç, por vetëm një bashkim i madh i gjithë shqiptarëve. Si, me ç'formulë, se me kjo, hajde t'i debatojmë rrugës, hajde të shkulim flokët e njëri tjetrit rrugës, derisa të mbrim në atë që duhet bërë. Por diçka duhet bërë dhe nuk mund të rrim gjithmonë me kohën nga e shkuara se ku ishim dhe ku do të shkojmë. Faleminderit, kolonel. Faleminderit. Miq të dashur, kjo ishte biseda për sonte. Zhvillime të mëdha do të kemi në vijim në
rajon në Shqipëri, në botë. Sot ne u ndalëm duke bërë një miksim ndërmjet të gjithave, por të tjera zhvillime të mëdha, të cilat vinë dhe janë duke ndodhur në botë minutë pas minute, do të jemi aty për të parë bashkarisht nga afër, si gjithmonë, ato vijojnë në numrin e ardhshëm, natë mirë për sonte nga ne.